për herë të parë ekipi turk, ndryshe giganti Galatasaray, do të vjen me një kamp në Kosovë dhe këtë ka mundësuar shkolla e futbollit Beslidhja, e cila që nga viti 2012 ka një marrëveshje të përbashkët, pra bëjnë marrëveshje mes këtyre dy ekipeve, pra Galatasaray dhe Beslidhja. Dhe se kur do të mbahet, si do të mbahet, sa do të jetë numri, pra i pjesëmarrësve ose ata të cilët kanë drejt të jenë pjesë e këtij kampi, këto e kem të ftuar drejtorin e skuadrës ndryshe të shkollës së futbollit Beslidhja, drejton Bajramin. Trener apo drejtor, si do se quaj, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Fillimisht që nga viti 2012 keni marrëveshje me ekipin e Galatasaray, kështu që për herë të parë do të jetë kampi në Kosovë. Apo na tregon pak a shumë si arritet deri te kjo, sepse dim që ka një kosto goxha të madhe me mbajt një kamp në një vend. Po, në bashkëpunimi me Gallatasaray kemi fillu nga 2012, si thatë jo. Ne shkollën e kemi themelu 2011. Domethënë mas një viti kemi fillu bashkëpunimin me Gallatasaray. Për atëhershit kemi marrë pjesë në për shumë kampe që ka organizu Galatasaray në Turqi. Atëherë ajo eksperjenca edhe ajo farë që kemi po në ato kampe na ka shtime me ndu që me ardhë dhe këtu që me pas ma letë fëmijët e tonë, talentat tonë që me konë pjesë e kampit. Se do t'jetë një eksperiencë e mirë për secilin fëmijë, për secilin talent që ka edhe mundësi të mira. Ku do të mbahet kampi? Kampin do të mbahet nga një korrik deri me 5 korrik në kampin nacional të FFK-s Nahivali, kampin domethënë i Gallatasaray, kampi zyrtar i Gallatasaray. Dhe çka do të kem, kush do të jenë pjesë, do të mbikëqyren lojtarët apo ndryshe talentet nga vetë ekipi apo ndryshe shkolla futbollit Beslidhja, apo do të ketë staf personal nga Galatasaray që do t'i ndjekin nga afër? Na jemi bashkë organizator të këtij kampit, do të thonë stafi nga Galatasaray do të vinë trajnerat, 2 nga koordinatorë dhe zëvendësi i tij, vinë nga akademia dhe scout e Galatasaray, po do të ketë me asistent trajner afton vendor. Do thonë nga shkolla Beslidhja trajnerat, disa trajnerë që do të këto ditë do të publikojnë. Çka pritet nga ky kamp? Çka sjell përveç një eksperiencë të mirë të talentëve? Çka çedhim pa një kamp zyrtarisht për ata të cilët dëshirojnë me marrë pjesë? Përpos eksperiencës do të sjell edhe një përvojë e mirë e fëmijëve, që do të bëjnë me ato ushtrimet apo servitje që do të bëhen të organizuar nga Akademia e Galatasaray, po do të jetë një mundësi që ata që e tregojnë veten, thonë që përzgjedhen, atëherë do të vazhdojmë më tutje. Që do të thotë do të shkojmë në Akademinë e Galatasaray, do të kenë mundësi të jenë edhe atje. Po tani mandej hapa tjerë. Hapa tjerë vinë dal nga dal. Paraferësisht sa do të jetë numri i nxënësve pra që e keni para parë ju të jetë pjesë e këtij kampi? Po numër nuk kemi caktuar, do të jetë i limituar. Nuk mund me për shkak. Po mundohem më konë në kamp me cilësi, jo veç me pas kvantitet, me pas sa ma shumë fëmijë. Se zakonisht e di që në për kamp afërsisht 200 deri në 300 fëmijë. Nuk besoj, 200 do është mas shumë do të jetë, se dojmë të ketë ma, se me 300 fëmijë është problem. Është interesimi madh, nga data 1 qershor do të fillojmë regjistrimin, po është interesimi madh. Në pej që kemi lancuar informatën që do të mbahet kampi, atëra e kam filluar njerëz, po regjistrimi do të filloj pej 1 qershorit. Paravarësisht nga cila grup mushat do të mund të marrin pjesë? Fëmijët do të marrin pjesë prej moshës 6 deri në 17. Deri në 17 vjeç, po. Pra do ndohen po, sipas moshave. Sipas moshave. Do të jenë sipas moshave. E di që gjatë këtij bashkëpunimi në fakt që keni bërë me Galatasarayin ka pasur edhe periudha të ndryshme
ku kanë marrë pjesë lojtarë nga shkolla futbollit Beslidhja në prova tek skuadra gjigante turke. Ka prej atyre të cilët janë e kanë përveç që e kanë bërë si eksperiencë ose kanë vendosur të qëndrojnë në fakt kanë vendosur që klubi Galatasaray të ketë interesin për këta lojtarë. Po gjithmonë sa kemi shku se kemi qenë shumë herë në prova dhe shkojmë prapë. Lojtarë ne që kemi dërgu, më thonë kanë tregu cilësi. Një ndër ta është Oltjon Bilalis që tash luan për Gjilanin. Ai ka qenë pjesë e akademisë, dhe më thonë bëj shkollës tonë ka qenë pjesë e akademisë. Mas gjysëm sezoni ashtu, shkojnë bëllë kësirë sfarë. Bani kontratë profesionale, edhe vazhdoj për atë 2 vjetë. Më thonë njerë ka qenë pjesë e akademisë nga Galatasaray, tani vazhdoj. Kem lojtarë që jenë për cilë, komunikojmë gjithë me ta, i për cilë. Më thonë bashkëpunimi vazhdoj. Bashkëpunimi vazhdon. Është një farë problemi që si kejtë e dim që UEFA, FIFA i kanë këto kriterit, i kanë shumë të rapta për lojtarë të huj. Edhe në ato e ditë që na nuk kem në Evropë, këshmë qenë në Evropë, edhe në shtetet e Evropës e këshmë pasë ma letë, edhe pse janë të mitër. E pikërisht po du me ndojnë të cili është ky dallimi i lojtarëve për shembull që shkojnë nga Kosova, të bëjnë prova tek një skuadër, edhe krahasimisht me lojtarë tjerë që vinë nga kontinentet e tjera. Pse bëhet përzgjedhja më e lehtë lojtarëve për shembull në Argentinë apo edhe në pjesë të kontinentit afrikan dhe kjo pjesa pra që e përmenda Amerikës Latine nga krahasimi që bëhet një farë lloj përzgjedhje në futbollin kosovar. Do më thonë që edhe ajo pjesë, do më thonë edhe në si Kosovë jemi njëjtën rang listë me ta, do më thonë në shkollën e 4 që shpëndohen me shkollë. Do më thonë na e kemë shumë më vështirë fëmijët e tonë ose lojtarët tonë me qenë pjesë e ekipeve të Evropës, sidomos të miturit. Që aty është dallimi. Se për ka kvaliteti, ne kemi lojtarë që ndejnë moshën 16 vjeçare e dominojnë. Do më thonë që pa problem çdo akademi. Kemi më rastin edhe të fundit Edolin Topallin e kemi dërgu si kompani, se ne punojmë edhe me kompaninë e ka Sport Management. E kemi dërgu në Nürnberg. Atëherë provat i ka kalu, po për shkak dokumentacionit, atëherë jemi ende në kontakt, po shumë vështirë dokumentacioni më rregullu, për do të një prind me atje me qenë prezent, ati prindi do të punësimin e shumë vështërësit në aje që problem. Që vizën e punës është probleme me siguro. Po du ndaljem pak a shumë se përmende edhe që e keni edhe një menaxhiment pra që dërgoni lojtarë për edhe se atë qëndë di që të kjo pjesë është edhe Jetmir Topalli, ka lojtarë të tjerë që sidomos e Vedat Muriqi, por si qëndron tash, a do të kemi lëvizje këtyre 2 futbollistëve në ndonjë ekip tjetër, apo do të qëndrojnë këtu? Sidomos për Vedatin e di që është përmendur shumë herë. Vedati tash nuk ka pjesë e jona, po kompania parafersisht, po besoj që keni një farë lloj bashkëpunimi me ata. Nuk besoj që do të lëviz, po nuk kem komunikim, unë nuk kam personalisht, nuk e di. Jetmiri po, do të ketë lëvizje. Janë disa ekipe të Superligës që e kërkojnë, po shpresojmë që do të kalojnë Superligë, se kalon 2 vjet, domethënë në ligë të parë, kështu që është koha për të më kthejmë në Superligë, po shpresojmë që po. Po du kthejmë prapë te kampi. Me qenë se përmende paka shumë që du të marrë një pjesë e limitume e nxënësve, e përmende edhe grup moshat, e përmende që edhe stafi do të jetë mbikëqyrës pikërisht i skuadrës së Galatasarayt. Çka ose deri në sa lojtar pritet bëhet përzgjedhja? Ka një numër i cili pritet ketë një përzgjedhje të grup moshave të ndryshme, apo deri në sa lojtar i pëlqen vetë ekipit Galatasaray? Prej përvojës tonë, domethënë në Turqi ka qenë përzgjedhja më e madhe. Domethënë se ata janë në Turqi edhe e rritin numrin. Po për Kosovës do të jetë një listë më e ngushtë. Pra nuk është veç me shku 50 vetë edhe hajde, se na e dim që kemi lojtarë mirë, po aty do të ketë kriteret më
do të jenë më të vështira, po në sakt nuk e di numrin po tash varet këtë pe talenta sa kemi edhe ata qysh i vlerësojnë. Do të jenë Te ky numri, pra pavarësisht edhe pse nuk ka një numër të saktë, do të jetë i njëjtës grup mush apo do të ketë varësisht në grup musha të ndryshme, si duhet. varësisht varet pe talenta. E duke ndoshta një gjenerat nuk do të ketë ose që ata e shohin që s'është nivelit të akademisë, se më nalë se akademisë. Ata që kanë, atëherë nuk mund me pas. Dhe më thonë, jo gjithçysh do të jetë një lojtar i një gjeneratës. Gjenë varet pe talenta që do. Drejtor, pse pikërisht futbollin turk, çka e lidh futbollin kosovar me futbollin turk? E shohim që një pjesë e lojtarëve shumë shkojnë nga Kosova, por që nuk është se mund më arrit me mu ambientu edhe atë shumë në futbollin turk. Është një nivel më i lartë. Superliga e Kosovës, sipas menimit tem, është afërsisht si liga e parë. Më thonë, jo si Superliga e Turqisë. Më thonë, si cilin lojtar që kemi dërgu pej Superligës të Kosovës në Superligë Turqisë, nuk ka mujt me deportu, se me kallëzu ata, jo që se ka pas atë talentin, po pe nivelit Kosovës është shumë vështirë. Edhe Jetmirit, edhe Valmiri nuk ka mujt me, edhe Satmala, dhe më thonë 3 lojtar që kemi dërgu pej këtujt nuk kanë mujt me vazhdu. Jetmirit u desht më këthy në ligë të parë me Istanbulsporin, edhe tani u hinë Super League, dhe ka lujt një vjetë në Super League. Drejtori, diçka të fundit që ose s'kemi përmend që duhet me përmend patjetër. Unë veç du me bo një lutje ose një thirrje prindve ata që menojnë që kanë fëmija i tyre talent, të jenë pjesë e kampit tonë, se do të ketë përfitime si në sansa stërvitore, si në ato që i përmenëm, dhe me thonë për me jetë për para me futbolin, që ka diçka edhe për rreth çmimin, sa do të jetë çmimi? Çmimin ende, se që ata edhe deshna me se ne jem të mundu këtë punën e shpenzime këto me imbulu me sponsor. Do thonë me ligjin e sponsorizimit që firma vja mundësan. Ne kemi 3-4 firma që na mbështetin neve si shkollë, po edhe tash për në kamp, që nuk muj pa i përmend. Është Skardjani, është Penti, firma Penti, është Julius Cafe. Do më thonë, këto 3 janë që neve na mbështetin, nuk mundem pa i përmend. Drejtor, valenderit se më le pa rrugë, se radhe për s'ka lidhje. E më jenë kesh, po, ta e në mbështetësit tonë. Valenderit shumë. Po besoj që do të ketë mbështetje edhe të tjera, kështu që i presim edhe t'i bashkohen pra kampit. Është një mbështetje që mund me abo fëmijëve tonë, talentave tonë, firmat që kanë atë mundësi. Dhe në veç kush e ka vullnetin. Vullneti mirë dhe drejtor, shumë faleminderit që ishe pjesë e emisionit Pasdita Sportive. Faleminderit për ju.